e Kosovës, shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe më shumë? Para 18 vitesh në këtë ditë, patë qëlluar ditë e shtune, pra e 16, diel i 17, Bashkimi Evropian ishte në pritje dhe të gjithë të dinin në hollësi se si do të ishte koreografia në Kosovë e pastaj si do të vendose edhe në Bashkimin Evropian. Pra në javët dhe ditët që kishin ecur drejt shpalljes së pavarësisë, gjithçka ishte koordinuar dhe ishte matur mirë në Bashkimin Evropian. Prioritet për ta ishte që para se të shpallej pavarësia të miratohej qëndrimi i përbashkët për operacionin e EULEX-it, pra për misionin në fushën e rendit dhe ligjit, që në atë kohë ishte më i madh i tillë që kishte pasur në historinë ndonjëherë Bashkimi Evropian. Por ajo që për neve ishte jo e mirë dhe mbetet akoma njësoj edhe pas 18 vitesh, është mungesa e unitetit në Bashkimin Evropian. Edhe pse gjithçka në paketën e aktisarit dhe në mënyrën se si Kosova shpalli pavarësinë, sikur edhe në mekanizmat që pasuan pas shpalljes së pavarësisë në angazhimin e BE-s, ishte përshtatur për nevojat e Bashkimit Evropian, brenda BE-s nuk pati unitet. Dhe që atëherë dihej që kur të shpallej pavarësia, Bashkimi Evropian nuk do të njeh në blok Kosovën, nuk do të jep deklarat politike me të cilin do të ftoj shtetet anëtare që ta njohin Kosovën, siç kishte bërë më herët me Malin e Zi, por Bashkimi Evropian vetëm do të merr në dieni vendimin e kuvendit të Kosovës dhe pastaj do të shprehte disa pritje nga Kosova. 18 vite më vonë ka mbetur e njëjtë ajo përbërja e vendeve që e ka njohur Kosovën dhe atyre që nuk e ka njohur. Pra, në atë kohë Bashkimi Evropian, sikur edhe sot, kishte 27 vende anëtare, sepse ndërkohë Kroacia u bë 28, por u largua Britania e Madhe e prap ka 27, dhe që atëherë ishin 22 që ishte qartë se do ta njihnin Kosovën dhe 5 që nuk do ta njihnin. Pas 18 vitesh që të mos ketë ndryshime në këtë drejtim, është vërtet një gjë jo e mirë dhe dëshmon paraskgjithtash edhe për mungesën e unitetit të Bashkimit Evropian në një çështje shumë të rëndësishme dhe politike në jashtme. Dhe kjo Eraldin ka ndikuar gjatë tërë këtyre 18 viteve në raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën, gjithmonë është dashur që të kërkohen dhe të gjenden formula për të tejkaluar mosnjohjen nga 5 vendet, kështu që edhe marrëveshja e stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe BE-s që ndërkohë arrit nuk ishte krejt e njëjtë me ato me vende tjera, ndërsa tash kemi pengesë edhe në nisjen e procedurës për t'i dhënë statusin e kandidatit Kosovës. Prandaj, ndërkohë vërtet u arrit liberalizimi i vizave, Bashkimi Evropian ndihmoi Kosovën, misioni i EULEX-it ishte atje me më shumë dështime, do të kisha thënë se sa suksese, sepse pritjet që misioni BE-s të jetë shumë më i mirë dhe më efikas se sa ai i UNMIK-ut nuk u realizuan, por gjithsesi EULEX-i dhe BE-ja ndihmuan në ngritjen e strukturave të Kosovës në fushën e rendit dhe ligjit, në drejtësi, në polici e kështu me radhë. Kështu që nëse do të hiqnim atë pjesën politike, pra mosnjohjen nga 5 shtetet, 18 vite më vonë, Kosova në raporte me BE-n gjithsesi është shumë më mirë se sa që ishte para se ta shpallte pavarësinë. Mirë po, realisht këtyre ditëve ka ndodhur edhe diçka e re. Çka e pash edhe një kolumn që keni publikuar sot në Koha është që koha është për reset në raportet e Kosovës me BE-n dhe besoj kjo lidhet me atë që para pak ditësh vetë Bashkimi Evropian u shpreh kështu, pra një fillim i ri duhet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë ta Bashkimi Evropian. Apo flasim vërtet për një raport të ri, apo është një lojë fjalësh që dëgjojmë sa herë që ndryshojnë qeveritë në vendet të caktuara që kanë aspirata për t'u bashkuar bllokut evropian. Për çfarë realisht po flasim Augustin, çfarë po flet Brukseli, apo flet për diçka shumë të re në raport me pritje që ka nga qeveria Kurti, apo thjesht është lojë fjalësh? Nuk mendoj që është vetëm lojë fjalësh, është pritje e rifillimit, pra një fillimi të ri, por jo me ndryshime shumë të mëdha. Fjala është për ndryshimin në raporte krahasuar me 3 vitet e fundit. Sepse në 3 vitet e fundit raportet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës nuk ishin as pak normale. Nuk mund të quhen normale raportet
në të cilat Bashkimi Evropian Kosovës i kanë dalur rreth 500 milion euro nga fondet e para antarësimit si pasojë e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Nuk mund të quhet normale, po ashtu që vetëm Kosova të bojkotohet nga vizitat e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, me përjashtim të atyre vizitave që janë bërë në kuadër të turneve ballkanike të presidentes së komisionit apo përfaqësuesës së lartë, e që zyrtarët nga Kosova të mos ftohen në takime bilaterale nga zyrtarët më të lartë të BE-s, prapë po them me përjashtim të takimeve që kanë të bëjnë me dialogun apo në forumet rajonale dhe ndërkombëtare. Krejt këto janë shenja që raportet deri në këtë moment mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian kanë qenë të acaruara, të shprehem në atë mënyrë, dhe këto kishin nisur që në vitin 2023, kur Bashkimi Evropian, por të rikujtoj në atë kohë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria kishin menduar se veprimet e autoriteteve të Kosovës ishin të njëanshme, të pakoordinuara dhe nxitse, prandaj edhe filluan ato masat ndaj Kosovës, të cilat ndërkohë të gjithë i kanë hekur dhe pothuajse i kanë harruar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Shqipëria, por Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do t'i heqë, ka nisur t'i heqë, por akoma nuk i ka hequr në tërësi. E tash kemi një vetëdijsim edhe në BE se ka nevojë për raporte më dinamike në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, por në BE ka kritika ndaj strukturave të BE-s edhe për raportet me vende tjera të rajonit, sepse fokusi është vendosur në këtë vitin e fundit vetëm aty ku ka suksese, e ato janë Malizi dhe Shqipëria, ndërkohë që vendet tjera nuk kanë avancuar në raporte me Bashkimin Evropian, e Kosova ka ngecur më së shumti. Prandaj tash kur në Kosovë kemi një qeveri stabile, me një shumicë stabile në kuvend, dhe kemi edhe disa struktura të reja në Bashkimin Evropian, njerëz të rinj, që nuk janë pasardhës apo nuk janë pjesë e atij konstelacione që ishte në kohën e Llajçakut dhe Borellit, dhe tash ka vërtet një vullnet për një rifillim apo rivazhdim, të them ashtu, nëse jo rifillim, se nuk ka nevojë të nis asgjë nga zeroja, por të vazhdohet me raporte pak më pragmatike, në të cilat raporte do të kishte besim më të madh mes palëve, e jo siç ka ndodhur në 3 vitet e fundit, e nuk ka dyshim se nuk ka pasur besim në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës deri në fund. Dhe me qenë se akterët qeverisës në vend po mbesin të